Mendimet rreth asaj sa do duhet të ishte përfshirë LDK-ja në qeverisje apo jo, vërtet kanë vizitruar një kohë të gjatë. Por në rrethonat të cilat ka qenë LDK-ja nuk mundna me fajsu për momentin në cilën ka qenë pse se ka votuar qeverinë e Kurtit. Blerim, s'ka tema kjo, unë mendoj që ki gabim çfarë. Jo, se ka po qeverinë është pyetja, se ka po qeverinë me ish opozitën. Pyetja me debat. Po dalte ajo. Po dil direkt. Po pse se ka bo, unë thash edhe në fillim, nuk kanë arritë të koordinohen me zveti, ka qenë gabim i opozitës se i kanë lënë hapësirë veprimit jashtëzakonshëm me Kurtit. Edhe Kurti ka arritë me i shtyt gjitha agjendat e tij para votuesve të Republikës Kosovës. I ty përgjithësu, s'është ashtu Blerim, fal, po na duhet të diskutojmë. Mendimin edhe pastaj kundërshton. Meqense nuk kanë arritur me i shtru si duhet problemet, Kurti ka mbizotruar fushatën zgjedhore. Edhe kjo domosdoshmërisht shprehet fund me rezultat. Problemi kryesor, unë nuk mendoj se është kjo, problemi kryesor janë problemet e brendshme të cilat nuk ka arritur me të i kalu LDK-ja dhe ka hyrë e lëndune në këtë garë dhe këtë proces. Sepse ky është dëshkimi kryesor që ka marrë. LDK-n e ka mujtë vetvetja këtë rast, nuk e ka mujtë Albini, e kanë mujtur gabimet e veta organizative, gabimet e veta edhe dëshira e leadershipit të LDK-s me boni premje nga e kalumja. Me thonë, nga këtu fillon historia e LDK-s, edhe LDK-ja nuk ka të kalume, edhe na jem qelsi i suksesit, dhe që është një gabim trashanik, sepse ai që mohon të kalume nuk ka edhe të ardhme. Kjo është një e dyta reforma në emër të reformës, eliminimi i kuadrov edhe njerëzve të caktuar nëpër deg të caktuara, e që kjo është shpreh domosdoshmërisht në vota. Nuk mund është ti me në prak të vitin zgjedhor apo një vit para vitit zgjedhor me shkatru degët në qytetet kryesore të Kosovës, duke imponu njerëz edhe individ pa autoritet, e të cilët nuk marrin vota në publik. Okej, pse kjo u diskutua